E një dietar i Shamit që ky Damasku sot që në Siri, e një dietar prej qëtij vendit, prej Siris, me emën Said al-Halabi. Ky rast ka ndodhur para 130 vjetë. Ka shkuar te një prej ulemave të Shamit, Said al-Halabi, ky prej ulemave të mëdhenj të Shamit në kohën e vet. Po ju jep ders talebeve, po i mëson xhamatin në xhami, e ka pas kamën e shtrime për toke, kamën të shtrime. Edhe në qatë xhami tu ju dhonë mësim ky xhamatit, po vjen ajo kohë që atëherë o konë para 100 disa vjetëve, o konë Osmanlit në ato teritore. Dikun dopsuame, dikun të forcuame, koha ramjes periudës Osmane o konë kjo. E në qëto të roje, në periudën Osmane, që ky pasha, o konë shqiptar, Ibrahim Pasha, prej djemve të Muhammed Ali Pashës, që kanë sundu e Egjiptin, dinastia shqiptarëve në Egjipt 150 vjeçare, deri në 51-ën, mreti Faruk, kur ka ikë prej Egjiptit. E djali i Muhammed Ali Pashës, Ibrahim Pasha, o konë zullumqar. Dikush kujtojnë që si të më konë shqiptarët atje dhe mek për burrat mirë. Që tërkush i ka përdor me e bo dzezën në popullin e vetë. Si kur Enverin, a bon? Enver Hoxha, ma Enver Hoxha 1700 xhamia i ka prish. E prish e shkatrojnë fejnë në Shqipëri. E tash, ky Ibrahim Pasha, kur ka hi aty në xhami, Hoxha kamën e shtrime, të i kallzu ders xhamatit. Dhe ka pa Hoxha Ibrahim Pashën që hini, a i ka hi mu falë, ose me mua hi falë, shko mirë, pa i kish qef mu qukë në kam, tash e me t'i najt ati, ku me ditë qysh. A ke pa ata prej sundimit eger qysh kanë qef mi unajt, si qole, si di qysh, kretë për kullën, kretë të krysur, se s'ka krenari shpirtrore, s'ka madhurit Allahut në shpirt. I erdhi rond Ibrahim Pashës. Baba i vetë ishte në Egjipt, mbret, Muhammed Ali Pasha. Ky si mlodhi komët, mirë pa i zbani zonë. U i dhënua në shpirt për zbani zonë, msheli gojën s'foli, doli pi xhamisë. Ma vonë, e qoj një qeveriz vetë. Tha qoja filan Hoxhës 1.000 lira të arit. 1.000 lira të arit. Ja pruaj zotnia, tha, që do i kje prej Pashës, Ibrahim Pashës. Ja kthej prap. Tha, bani selam Pashës, ai që i ka shtri kamët në ders për veti, nuk është në gjendje me i shtri duart për me të lyp lira. Ktheja prap. Pse? Se po du me jetua sovran dhe i pavarur. E me konë sovran, i zoti shpiz vetë kur tje, që atëheri e sovran. Allah i na bon fëtë sovran edhe neve. Tha ktheja Pashës, tha këto 1.000 lirat e kuqe, tha se ai që i ka shtri komët të ju dhonë ders xhamatit, nuk është në gjendje mi shtri duart me t'i pranue se korruptohëm. Se kur të korruptohësh, duhet me folë tani qysh t'i ka tha këto. Allahu Gjelle Gjelaluhu na bon ftë pastër në shpirt, ja Rabbi.